Pra atë pejgamberi Allahut, nëse e godit një musibet, kujtoni pejgamberin Allahut. Sprovat e pejgamberit Allahut prej fëmijërisë deri në vdekje. Nuk ka një njeri që sprovohet me diçka vetëm se pejgamberi Allahut është provu me ta. Nuk ekziston sprovë deri në ditën e gjykimit që njeriu mund të sprovohet me ta e pejgamberi Allahut mos ta ketë shijuar këtë sprovë. A dini pse? Për shkak se më të sprovuarit janë më të fortit. Ka thënë pejgamberi Allahut, më të sprovuarit janë pejgamberët. E pejgamberi më i fort ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që i përngjajsojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm ne kemi një dallim. Cili janë dallimi? Se ne sprovohemi mirë po ankohemi. Kurse pejgamberi Allahut është provu dhe asnjëherë nuk është anku. Nuk shoni historia. Pejgamberi Allahut me gjithë këtë ishte i lumtur, ishte optimist, nga se e pa gjetë pushimorën e tij kur i thonë të Bilalit, erihna biha ya Bilal, na ban që të jemi të lumtur apo të pushojmë në ta o Bilal, kishtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.